Еден дел од завесите во големата сала на Центарот за култура во Тетово не се функционални и моментално се надвор од употреба. Според надлежните во институцијата, нивната употреба може да представува ризик за актерите и учесниците на сцена, поради амортизираната состојба на системот. Директорката на Центарот за култура Њомза Исмаили вели дека проблемот е поврзан со староста на објектот и недостатокот на лиценцирани компании во земјава кои би можеле да интервенираат за нивна поправка. Таа додава дека институцијата е во очекување на интервенција од Министерството за култура за пронаоѓање специјализирана компанија со цел завесите повторно да бидат ставени во функција и салата целосно да се користи за културни активности. Ka një pjesë brenda sallës e cila na brengos që ditën që ka marrë punë si drejtoresh, po edhe udhëheqësi tjerë para prak, por e cila kërkon një procedurë shumë më të vështirë, sepse asnjë firmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk i plotëson ato kushte për ndërhyrje në atë sistem manual të cilin e posedon salla jonë. Dhe tani jemi në koordinim me Ministrinë e Kulturës që ndoshta ato si ministri të gjejnë një firmë tjetër nga shtetet e jashtme e cila i posedon të gjitha licencat për të kryer ndërhyrjet të cilat duhet bën në Pallatin e Kulturës. Flitet për ato pjesët ku varen perdet e cila paraqet edhe rrezikshmëri, ndërsa ne për të kaluar rrezikshmëritë i kemi nxjerr jashtë funksionit pjesët që janë të dyshimta se mund të krijojnë ndonjë aksident eventual. Покривот на Центарот за култура во Тетово е поправен во две фази, при што еден дел од работите биле реализирани од претходното раководство на институцијата, а другиот дел од сегашната директорка Исмаили. Сепак, според информациите од институцијата, последните врнежи од дожд предизвикале оштетувања во дел од објектот, повторно враќајќи ги проблемите во неколку сектори на културната зграда. Pjesërisht, një pjesë udhëheqësia e kaluar, do të thonë, është rregulluar, ajo kupola e Pallatit Kulturës, e cila në sallë ka pas rrjedhje të pikave të shiut, tani më nuk ekziston, është rregulluar më herët. Me ardhjen time kemi pasur edhe disa, do të thonë, diku të 3 intervenime në pjesët anësore të kulmit, ku kishim përsëri raste të rrjedhjes, dhe tani mendojmë se jemi deri diku pastër, por ato rrjedhet e shiut na kanë shkaktuar dëme të tjera, të cilat përsëri tani kërkojnë intervenime, siç është pjesa e hollit lart ku është me tepih ajo pjesë, tani ajo është më nga shiu, është amortizuar dhe duhet të bëjmë një ndërhyrje. Ktu kemi kërkuar ofertat në disa firma, mendojmë që të shtrohet me një pjesë më të fortë edhe më të qëndrueshme për më shumë vite. Во Центарот за култура во Тетово функционираат неколку институции, меѓу кои Градската библиотека и Тетовскиот театар. Во овој објект се сместени и културно-уметнички друштва. Зградата на Центарот за култура почнала да се гради во 73-та, а била пуштена во употреба во 1975 година.